Unë di për shembull një çift që s'dua ta përmend me emër, një çift që është ndarë në mënyrë tragjike përpara rreth 20 sa vjetësh, që ishte çifti më i bukur i Tiranës. Po të them, të gjitha vajzat që hynin në shtëpinë time si shoqe të mia, kishin një xhelozi të llahtarshme për femrën dhe më kërkonin mua që thoja që ajo nuk është e bukur. Mos asi thua ti filania është e bukur se mua më duhet e shëmtuar ka puçra në fytyrë ose ka kështu. Po unë nuk di ç'të them, po ajo është më e bukura që mund të bëhet, thoja se nuk mund të gënjeja. Dhe kaq shumë e madhe ishte drama. Se nga syri keq se kaq shumë e madhe ishte drama sa i shkreti djalu budallalleps dhe besoj që ajo nuk ishte më e mira që kishte zgjedhje më e bukura. Dhe zgjedhja e tij vazhdoi, rrokata e zgjedhjeve vazhdoi pafund, pavarësisht se femra nuk zgjodhi më tjetër. Por ajo që është e habitshme ishte si ka mundësi shoqjet e mia që ishin 20 vjeçare në atë kohë, si ka mundësi me atë kuraj kaq vulgare, me gjithë se mbaheshin për zonja, kaq banale, kaq